Një vit më parë para zgjedhjeve parlamentare i shtrënguan duart në Selinë e Vlenit. Ndërsa sot, një vit më vonë, pritet të shife se çfarë do të ndodhë mes kryeministrit e Kristian Mickoski dhe kreu të ASH-s Arben Taravari, se a do të gjejnë forcë për t'i shtrënguar duart përsëri, apo do t'i ndajnë rrugët duke përshëndetur njëri tjetrin. Pasi këtë të fundit, pritet të takohen sot në orën 17 në qeveri për të diskutuar për situatën aktuale politike. Megjithatë, pavarësisht vendimit të Taravarit, Mickoski tha se me ose pa Taravarin, qeveria është stabile, e fortë dhe me shumicë të madhe. Duke folur për takimin, i pari qeverisë sqaroi se para Arben Taravarit janë dy zgjidhje. Njëra është, siç tha, kjo qeveri e cila ofron reforma dhe ndryshime, ndërsa opsioni i dytë sipas kreut të qeverisë është ai që me vite e ka kriminalizuar shtetin dhe ka shkatruar institucionet, duke shtuar se nuk ka opsion të tretë dhe se kjo është zgjidhja, ndërsa tha se dëshiron të dëgjoj edhe nga Taravari se cili opsion është më i mirë për të. Si person kam mendim pozitiv, por në politik fytyra është diçka që o e ke ose nuk e ke, ose mban fjalën ose nuk e mban. Në rastin e tij, të paktën 3 herë kam treguar se mbaj fjalën dhe në momente kur ndoshta ka patur dilema në kuadër të udhëheqësisë së partisë. Lojrat prapa perdeve janë të lexueshme dhe let identifikohen. Zakonisht, ju bien në kokë atyre që i bëjnë. Askënd në jetë nuk e kam lutur dhe nuk e kam ndërmend ta lus. Me ose pa Taravarin, qeveria është stabile me shumicë të madhe. Ndërkaq, kreu i ASH-s Arben Taravari në këtë takim nuk pret diçka të veçantë. Ai tha se janë në komunikim të vazhdueshëm dhe se gjatë këtij takimi do të sqaron disa çështje që Mickoski i ka të paqarta. Komunikim të vazhdueshëm, kështu që nuk pret diçka të veçantë. Ne i kemi thënë qëndrimet tona, jemi parti autonome, i sjellim vendimet vet. Do t'i sqarojmë disa punë që mendoj se mundësia i ka të paqarta, definitivisht Alianca për Shqiptarët del me lista të veçanta, për këshilltar kurse për kandidat për kryetar komunash, me shumë gjasa do t'i ketë kandidatët e vet. Taravari foli edhe për Vlenin, për të cilët tha se servilosen dhe duan me çdo kusht të jenë në qeveri dhe tha se dera me ta është e mbyllur, ndërsa sa i përket ndonjë bashkëpunimi me BD-n, Taravari deklaroi se nëse eventualisht vendosin për një gjë të tillë, ata nuk do të jenë më pjesë e qeverisë.